15 mars është dita e së vërtetës për pushtetin 12 vjeçar të Aleksandar Vučićit. Pushteti që për shumë kë është regjim. Për nesër në Beograd ka parashikuar dhunë, ndërsa studentët kanë premtuar tubimin më masiv që nga dhjetori kur nisën demonstratat. Protestat gjithë popullore që janë kthyer në makt për Vučićin nisën pas shembjes së strehës së stacionit tekorodhor në Novi Sad ku vdesën 15 persona. Pas ushtarakëve në pension të dyshuar për krime lufte në Ballkan, presidenti serb përkrahje ka gjetur edhe në Kosovë. Në protesta studentore në Serbi janë parë e janë identifikuar serb të Kosovës, shumë prej tyre në përkrahje të Aleksandar Vučićit. Edhe nga këtu nga stacioni i autobusëve në Mitrovicën Veriore, ka pasur udhëtime në drejtim të Beogradit. Për përkrahjen që Vučići po e siguron nga serbët e Kosovës, është në dijeni edhe gazetari Branislav Krstić. Sipas tij në javën e kaluar, mijëra serb dhe jo vetëm nga Veriu, por nga gjithë Kosova, kanë udhëtuar për ta përkrahur Vučićin. Sepse janë me buxhet lidhur me shtetin e Serbisë. Edhe ajo kontrola e fundit për pranimin e rrogave është lista serbe. Që do me thonë, kjo është mekanizmi me të cilin Beogradi zyrtare përmes instrumentin e vetë në Kosovë, listën serbe, jetu manipulu me serbët e Kosovës edhe e ka një lloj e kontrolës. Gazetari serb që punon dhe vepron në pjesën veriore, beson se protesta do të kaloj pa dhunë dhe nuk do të rrezikojë pushtetin e Vučićit, i cili pos kishës ortodokse që e ka në krah, i nevojitet ende faktorit ndërkombëtar. Edhe profesori serb në Beograd, Ivan Videnović, beson se protesta do të jetë e qetë, por thotë se nuk do të jetë e fundit, sepse pret që të vazhdoj edhe muajve e ndoshta viteve në vazhdim. Frika është thyr, njerëzit po e ndjejnë ndjerin, kanë dalë dhe kanë filluar të marrin frymë përsëri, dhe jo të jenë vazhdimisht të friksuar nga media qeveritare, pushtetarët dhe vetë Vučići. Mendoj se ndryshimi këtu ka filluar, dhe mendoj se nga ky ndryshim do të përfitojnë të gjithë fqinjtarët në Ballkan, dhe shpresoj të shoh të ardhme të qetë, të ndritshme dhe të begat për të gjithë popujt dhe shtetet në Ballkan. Videnović pret që nëpër rrugët e Beogradit të protestojnë gati 1 milion njerëz dhe thekson se po ka provokime nga Vučići që mund të kthehen në dhunë. Në fjalimet e fundit, Vučići ka paralajmëruar për dhunë duke propaganduar se opozita do të organizojë dhunë të madhe më 15 mars, duke kërcënuar se të gjithë ata që marrin pjesë në dhunë do të arrestohen. Centar svojim toboganima, čudima i tako